Qytetarët e Vlorës shprehen të pakënaqur me shërbimin shëndetësor publik, duke e konsideruar atë në krizë të thellë dhe larg nevojave reale të komunitetit. Sipas tyre, sistemi shëndetësor shtetëror nuk u shërben siç duhet dhe pritjet e gjata për analiza apo kontrolle mjekësore, po i detyrojnë shumë prej tyre të kërkojnë alternativa jashtë qytetit, madje edhe jashtë vendit. Ata tregojnë se për të kryer analiza bazë apo vizita specialistësh në institucionet publike shëndetësore, radha është tepër e gjatë dhe datat e lira janë pothuajse të pamundura për t'u siguruar në kohë. Kjo situatë sipas qytetarëve rrezikon seriozisht shëndetin e tyre, sidomos për ata që kanë sëmundje kronike apo kanë nevojë për kontrolle të shpeshta. Sipas qytetarëve, problematika nuk lidhet vetëm me mungesën e datave, por edhe me organizimin e brendshëm të institucioneve shëndetësore. Ata theksojnë se shërbimi publik duhet të jetë i aksesueshëm për të gjithë, pa dallim të gjendjes ekonomike. Ku ka më kontroll në shtet? Në shtet të bjera dhe më du. As analiza, as kontroll. Ju keni? Po, sa të dosh. Dhe harxhami, duhet të harxhami. Pa diskutim i harxhojnë të privat. Po nuk merr mundim se s'ka radha, as për analizë as për gjë. Do të rish pas 3-4 muajsh. Në kushte të tilla, vetëm ata që kanë mundësi financiare zgjedhin të kryejnë kontrollet dhe analizat në klinika private ose jashtë shtetit, ndërsa pjesa tjetër e qytetarëve, të cilët nuk kanë mundësi ekonomike, mbeten në pritje dhe pa shërbimin e duhur. Në asnjë vend nuk e bëj. I ka marrë ilaçet edhe më shkojnë për shtat. Po ku kontrollojeni? Në shtet? Në asnjë vend nuk kontrollojnë, po të them. I kam ato në Tiranë edhe kështu, për shpërzimin ato ande dhe s'kam parasysh gjë. Po probleme shëndetësore ke? Po kam, po. Çfarë probleme shëndetësore? Kam tensionin e kam shumë gjëra. Pra, ilaçet ju bëjnë efekt apo? Po, pra po. Ju bëjnë. Po, po. Çfarë po privat? Unë i bëj në Itali, vlla. Se, në Itali apo? Ose jetojmë, kemi 25 vite atje. Po mjekësia në Itali ndryshon nga mjekësia këtu? Pas Covid është bërë shumë keq dhe atje. Duhet marrish takim tashti që ti bëjsh për 1 vit, për 2 vjet. Bëjsh, do me thënë, vizitat, sa analizat bëhen brenda muajit. Këtu, ka rastisur një mirë? Jo, këtu kam bë një operacion në një klinik që tashti po e bën për VIP-at ai, që e kam pa në reklam, dhe kam marrë infeksion, më mori 4.000 euro infeksion të tmerrshëm sa më ka shpëtu Hasan Ceni, drejtori i Spitalit Burrelit, ai më shpëtoi se mu hap plaga në ashtu. Do me thënë, me që po më pyet për shëndetësinë, është bë biznes. E presim, s'kemi të bëjmë privat, po e presim. Me sakrifica, po, që të bëjmë. Keni probleme shëndetësore? Kemi. Bëjmë në shtet. Nuk kemi lek të bëjmë privat. Po ju erdhi rradha për 3 muaj, do pris. Faktikisht unë lëviz se vete nga fëmit, kam edhe letrat andej, po. I bëj dhe andej në njerë, nuk i pres do të analizat, mi dërgojnë fëmija. Shumë komplekse jemi, po që do bëjmë? Më shumë besim keni këtu, apo jashtë të kontrollit? Jashtë. Edhe këtu mirë janë, po nuk vjen rada. Edhe këtu ilaçet nuk janë mirë, kurse doktorët janë shumë të mirë, ilaçet nuk janë të mirë. Qytetarët kërkojnë më shumë investime në shëndetësinë publike dhe riorganizim të punës. Banorët e Vlorës apelojnë që shëndetësia shtetërore të mos jetë një alternativë e fundit, por zgjidhja e parë për çdo qytetar. Sipas tyre, vetëm një sistem shëndetësor funksional dhe i barabartë mund të garantojë kujdes dinjitos dhe siguri për shëndetin e të gjithë qytetarëve.